Edhe sot ja ku jemi me horoskopin nesër. Këtu është horoskopi për ju nga e mërkur 14 janar 2026. Dashi. Rezervat e ditëve të fundit bien dhe nëse në punë keni një projekt të ri, do të arrini shumë. Një premtim, situata pajtuese për dashurinë dhe disa ndihen më të disponueshëm. Demi. Ditë e veçantë në të cilën dikush do të duhet të merret me ato të pezulluara, veçanërisht në dashuri. Duhet të kujdesesh edhe pak për palestrën tënde. Binjakët. Do të jeni kritik ndaj dikujt që nuk sillet mirë me ju. Mbrëmje e lodhur. Gaforja. Ka raste kur horoskopi është i rëndësishëm dhe ju duhet t'i luani të gjitha. Për punë gjithashtu pranoni mundësi të reja të mjediseve ose sektorëve të rinj. Luani. Një ditë e ngarkuar edhe për sa i përket punës, pasi ndjenjat varet shumë nga ju. Një surprizë në mbrëmje, por një mëngjes i ndrydhur. Virgjëresha. Mund të argumentosh çështjen tënde, por mos këmbëngull shumë sepse rrezikon të bësh një gabim. Një dyshim mund të lindë nëse jeni të dashuruar me një njeri që aktualisht ka një situatë tjetër. Peshorja. Një ditë shumë interesante ju pret nga çdo këndvështrim. Favorizuan takimet e reja, zgjeruan rrethin e të njohurve. Dhe nëse duhet të hiqni një guralec nga këpucët, kjo është koha e duhur. Akrepi. Perspektiva të mira mund të bëni diçka të rëndësishme, të çoni përpara iniciativat që ju interesojnë. Ju jeni në majën e valës, por po i hiqni kohë dashurisë. Shigjetari. Sot duhet të keni kujdes që të mos gjendeni në ndonjë takim të lodhshëm, të përpiqeni të bëni vetëm gjërat që ju pëlqejnë. Nëse ka pasur një ndarje duhet ta kapërceni atë, do të jetë mirë të shmangni ndjenjat e fajit dhe tensionit. Britsjapi. Mëngjesi është rënuar nga aspekte të mira, por pasdite ka shumë lodhje ose ndonjë mendim të mëvonshëm në lidhje me stilin e jetës tuaj. Është një periudhë jo efektive përpara, kontrata dhe fatura. Dhe nëse keni përgjegjësi, ato peshojnë pak më shumë gjatë kësaj periudhe. Ujori. Është në punë që nuk mendoni se keni referencat e duhura, mund të ndjeni të sulmuar nga jashtë ose në çdo rast nuk vlerësoheni për aftësitë tuaja reale. Ju nuk jeni në gjendje të rezistoni një tundimi, nuk dini të përmbaheni apo jo. Mos i vini në dyshim marrëdhëniet e rëndësishme për asgjë. Peshqit. Ditë e shkëlqyeshme, do të keni mundësinë të ndryshoni diçka në jetën tuaj, si në punë ashtu edhe në dashuri. Zgjidhje gjatë rrugës nëse keni hasur ndonjë problem. Regjistrohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Së shpejti.